Aksidenti rënd në Greqi humbi jetën 42 vjeçari, 4 persona të tjerë të plagosur. Një aksident tragjik ka ndodhur në Greqi ku ka humbur jetën një 42 vjeçar shqiptar. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në ishullin Euböa, në qytetin Karistos, ku automjeti drejtuar nga një shqiptar është përplasur me një mjet që lëvizte në drejtim të kundërt dhe drejtohej nga një shtetas grek 75 vjeçar. Përplasja ka qenë e fortë dhe ka rezultuar me përmbysjen e automjetit të parë dhe vdekjen e 42 vjeçarit që ishte pasagjer në mjetin e bashkëdhetarit. Përveç viktimës, aksidenti ka shkaktuar plagosjen e 4 personave të tjerë, përfshirë drejtuesin e mjetit shqiptar dhe 3 pasagjer grek, të cilët janë transportuar në spital. Forcat zjarfikse janë angazhuar menjëherë për të liruar të lënduarit dhe hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit janë në vazhdim nga komisariati.